Alti, lutem, na kemi mendu këtë emision është për roli e komunitetit jo shumic, jo komunitet sërb, mundeni me bo një emision tjetër, edhe me diskutu me Nena Drashić, me përfaqësues e lista srpska, edhe me krejt juve. Na kemi këtu për me tregu ku jemi na, edhe cilën është roli e komunitetve jo shumic në Republikën e Kosovës. Tash jemi në prag e konstituimi e parlamentit, e presim rinumrimi apete rezultateve ma zgjedhjes, edhe jemi këtu për me fol sa ma shpejt me konstituimi e parlamentit me bo, edhe pastaj me qel rrugën për një qeveri e re. Normalisht na kemi fol, unë e kom fol edhe me kryeministri pak, edhe për rezultatet e zgjedhjet, edhe tash e presim rezultatet e rinumrimi e votave, edhe me ull me fol për pozitën edhe në qeveri e re. Pra, ju do keni post ministror, zonja Regjepi? Qeveri e kaluar ka pas një hapësirë shumë e madhë për komunitetit jo shumic, sepse... Për komunitetit jo shumic, a për juve që ju i një bo bashkë për komunitetit jo shumic... Me pas hapësirë për juve personalisht, ose këndo që i bashkuaj, edhe për komunitetin... Shumë ka dalim, sepse për para... Sa kina i statistikë, që ka të gjendja komunitetin në Kosovës? Për para, praksa u kon, veç komuniteti sërb me pas zavens kryeministri. Praksa u kon, jo ligji. Sepse LDK edhe PDK vazhdimisht, më falë, vazhdimisht, jo për mu. Erën e parë është në vendi e zavens kryeministri me qenë dikush prej komunitetve tjera. Pastaj kemi pas një minister prej komunitetit turk, pastaj kemi pas edhe një minister për komunitetit egjiptian. Kemi pas një autonomi, një hapësirë shumë e madhë për me ndimu komunitetit krejt që ka po jeton në Kosovë barabart me komunitetit shqiptar. Po është më rëndësi që është përkëthuj në komunitet në tërsi, jo për juve si politikan individualisht, se mund të jetë rritur hapësira individuale për politikan, po komuniteti që ka ndryshu. Une nuk fol për vetë, këtu une fol për roli e... Sa i për mju instrumentalizu, a ju japë që ka të dënë ju? Për të sa ju kontrolon, ju dominon? Veç pak, une flas pak shqip, pak bosnjakisht, sepse këto është drejta jeme. Normalisht. Dhe e respektujem. Gospodine, nikoga ne može da ubedi, niti da pritiska, niti da santažira, da uradi ono što neće, što nije u interes njegove zajednice. Askush nuk mund të shantazhoj, apo të manipuloj, dhe të bëj, të shty dikën, të detyroj dikën të bëj atë që nuk dëshiron të bëj. I ja nisëm od juče... Soar ka votu kunder nga ajo se s'ka votu Albin Kurti në qeveri? I kom votu. Soar? Disa e... Për? Për disa, nuk e di. Për shembol, për strategji nacionale për komunitet. I kom votu kunder. Derisa me përfundu krejt ato... Me qenë barabart për krejt komunitetet, edhe nuk është këtu qashu. Qyre, unë e kom pas një mirë kuptin shumë mirë me kryeministri edhe me krejt ministrët. Ama, nuk është këto, na punojmë veç për një person. Jo. Që se ki një autonomi plot për me vendos vetë, për me ndimu krejt qytetarve, prej zhvillimi ekonomik, prej disa projektat infrastrukturore në përmes krejt komuna ku po jeton komunitet shumic, për shembull për Rom, për Egjiptian, për Rashkali, pse jo, mos me...